Një zjarr I madh përfshiu zonën e Trajgjasit në Vlorë mbrëmjen e së shtunës, duke mobilizuar menjëherë forcat zjarrfikse dhe autoritetet lokale. Në vendngjarje u angazhuan 3 mjete zjarrfikse me 12 efektiv, si dhe ekipet e emergjencave të Bashkisë së Vlorës. Shkaqet dhe rrethanat e rënies së zjarrit mbeten ende të paqarta. Ministri I Mbrojtjes Piro Vëngu shkoi në Trajgjas për të ndjekur nga afër situatën dhe deklaroi se zjarri ishte padyshim I qëllimshëm. Sipas tij, jo vetëm Trajgjasi, por dhe zona të tjera në Vlorë dhe Selenic janë përballur me zjarre të shumta ditët e fundit. Fshati Trajgjas më temi si situata, zot ministër? Ju prema të gjithë atëherë gjendem këtu pranë fshatit Trajgjas, në fakt, në afërsi të kryqëzimit dhe të Orikumit, mbasi zjarrfikseve Vlorës janë njoftuar për një zjarrvënie që padyshim rrethanat tregojnë që është e qëllimshme. Të gjitha skuadrat e emergjencave civile të Vlorës Bashkisë, por edhe të Pashalimanit janë angazhuar menjëherë. Dua të falenderoj këtu të gjithë skuadrën e emergjencave civile zjarrfikse Bashkisë së Vlorë, të cilët gjatë gjithë ditës në mënyrë të përsëritur janë përgjigjur të gjitha emergjencave të kësaj natyre që kemi patur një ditë me erë të tepërt dhe kanë realizuar shuarje në kohë rekord qoftë në Bashkinë Selenic sot, qoftë edhe në Bashkinë e Vlorës. Fatmirësisht një front zjarri I cili duke sikur po rrezikonte disa banesa është parandaluar në kohë nga zjarrfiksi dhe jemi besoj në rrethana tashmë më të qeta, pavarësisht se skuadrat do vazhdojnë të angazhuara dhe të kenë rotacion gjatë gjithë natës në mënyrë që banorët të qëndrojnë të qetë dhe pronat e tyre të mbrohen dhe jetë njerëzisht të mos I vendosen në rrezik. Ka patur dëme? Për momentin nuk janë evidentuar dëme në banesa apo në njerëz, vetëm në sipërfaqe dhe parcela me shkure kryesisht në shkure. Në fakt, nesër në mëngjes do bëhet evidentimi I plot edhe me ditë. Infrastruktura parsorë dhe kritike dhe sigurisht dhe në stacioni që ishte edhe meraku kryesor I skuadrave është jashtë rrezikut. Siç e thash, mbetemi vigjilent pasi do jetë një natë me erë dhe duhet kemi vigjilencë maksimale. Ai vlerësoi reagimin e shpejtë të forcave zjarrfikse, të cilat arritën të shmangin përhapjen e flakëve drejt banesave. Të gjitha skuadrat e emergjencës civile të Bashkisë së Vlorës kanë reaguar menjëherë për t'u përgjigjur situatës së krijuar. Sipas Vengut, situatat e krijuara nga zjarret kanë qenë disa, jo vetëm në Bashkinë e Vlorës, por dhe në atë të Selenicës. Ministri deklaroi se ndërhyrja në kohë e zjarrfikseve ka shmangur rrezikun e zjarrit në disa banesa. Nuk janë evidentuar akoma dëmet nga flakët, pasi ditën e sotme do të ketë një evidentim të plotë të dëmeve të shkaktuara. Ndërkohë forcat zjarrfikse kanë qëndruar në gatishmëri të plot pasi era e fortë mund të reaktivizonte vatrat e zjarrit. I pranishëm dhe deputeti I Partisë Demokratike, njëherëzi dhe I deleguari politik Bujar Leskaj, ka qenë mbrëmjen e së shtunës në Trajgjas ku ka ndjekur nga afër situatën e zjarreve. Leskaj ka falenderuar punën e forcave zjarrfikse, njëkohësisht duke kritikuar dhe neglizhencën e institucioneve për të marrë masat. Leskaj tha se bashkia duhet kishte menduar për situata të tilla, duke pajisur me mjete të reja. Në vijimsi, Leskaj tha se Vlora apo Selenica nuk mund të lihen në këtë gjendje kur e shikon që mungojnë edhe mjetet e zjarrfikseve. Lajmi I mirë është që zjarri u vendos në kontroll, kjo fal përkushtimit të zjarrfikse dhe banorëve të zonës. Ato 10 ndërtesa që u rrezikuan, ai rrezik ka kaluar, por megjithatë kujdesi dhe vëmendja duhet të jetë në maksimum. Në fakt kur vin dhe shikon punën dhe përkushtimin qoftë të zjarrfikseve, qoftë të banorëve të zonës, të vinë keq se sa dobët janë të pajisur zjarrfiksit tanë. Qoftë për sa u përket mjeteve motorike apo dhe vetë këto mjete, pra makinat zjarrfikse, lënë shumë për të dëshiruar. Le të urojmë dhe shpresojmë që të vihet totalisht në kontroll, në masën mbi 80-90%. Për fat të mirë, në masën 80-90% tu flakët janë vënë në kontroll, duhet të vazhdoj kujdesi, njëkohësisht duhet të tregohet vëmendje edhe në zonën e Selenicës dhe në fshatrat përreth, pasi nga informacionet që ne kemi ka shumë. Ka vatra zjarri, këto duan përkushtim në radh parë të organeve të ngarkuara me ligj, të organeve të specializuara, të ekipit të zjarrfiksve, të ekipit të ndërhyrjes, të Ministrisë së Mbrojtjes. Fati mirë është që 10 banesa që ishin dhe si shtëpi pushimi këtu në Trajgjas u shpëtuan nga flakët. Deri më tani nuk është bërë një vlerësim I plotë I dëmeve, por pritet që të kryhet një inspektim I detajuar. Ndërkohë forcat zjarrfikse kanë qëndruar në gatishmëri për të parandaluar riaktivizimin e vatrave për shkak të erës së fortë, duke neutralizuar zjarrin në Trajgjas.